Përshëndetje të dashur miq, dhe mirë se erdhët. Përsëri jemi sot së bashku edhe për një tjetër recetë. Sot do të gatuajmë një pogaçe, e cila bëhet shumë shpejt dhe shumë lehtë. Brumi i cilës nuk ka nevojë fare që të pushoj, po përgatisim një recetë vjetër, tradicionale, ashtu siç është gatuar nga gjyshet tona. Pa humbur kohë, vazhdojmë me përgatitjen e brumit. Në brumin e pogaçeve nuk duhet që të mungojë kosi. Në total do të përdorim 400 gram kos. Por sigurohuni që do ta keni kosin në ambient dhume, mos paku për 2 orë, mos t'jetë i ftoftë dhe mos t'jetë direkt nga frigoriferi. Vazhdojmë shtojmë njën më të madhe. Në recetën e kësaj pogaçe, brenda tek brumi do të shtojmë një vezë të plotë. Gjithashtu shtojmë edhe vaj ulliri, 2 deri në 3 lugë gjelle, jo më shumë. Dhe tani me tel kuzhine vazhdojmë dhe përzijemi mirë, derisa të sigurohemi që njëherë këto përbërës do të lidhen dhe do të bëhen bashkë. Tani brenda te brumi i pogaçes shtojmë soda bikarbona. Në total do të përdorim një lugë të mesme me sodë bikarboni. Vazhdojmë shtojmë krypën, por do të bëjmë kujdes, nuk do të shtojmë shumë kryp, por vetëm një lugë të vogël çaj, sepse në brumin e kësaj pogaçe do të shtojmë edhe djathë dhe duhet të bëjmë kujdes që mos ta bëjmë shumë të njelmt. Dhe tani vazhdojmë që ta shtojmë mielin, se në çdo video recetë, edhe në këtë recetë do t'ju them që të bëni kujdes me mielin. Mielin do ta shtoni pak nga pak dhe duke e kontrolluar, sepse gjithmonë ndryshon sasia e miellit në brum. Varet nga marka e miellit që po e përdorni, nga masia e vezës, nga kosi, nga gjithçka tjetër. Dikun preferisht do t'ju duhen 700 gram, por do ta kontrollojmë derisa të formohet një brum i mirë. Pasi e punojmë mirë brumin dhe e ngjeshim mirë për disa minuta dhe të formohet kështu një brum i mirë, vazhdojmë tani që brenda të shtojmë djathin. Unë po përdor djath të butë dhe kam coptuar në copëza më tinta. Në total do të shtojmë 200 gram djath. Shtojmë edhe shumë pak miell dhe vazhdojmë e përzijejmë edhe një herë derisa edhe djathi të futet brenda tek brumi i pogaçes. Marrim një tepsi me numër 28, poshtë tepsisë shtojmë pak vaj ulliri. E shtrojmë tani këtu brumin e pogaçes. I shtojmë edhe sipër pak vaj ulliri dhe tani me ndihmën e vajit vazhdojmë shtypim me duar dhe e shtrojmë duke ia dhënë formën e tepsisë. Dhe kështu pogaçen e përgatitur, vazhdojmë që ta pjekim në furrë të parangrohur mirë në 220 gradë, dikon preferisht 20 minuta, derisa të sigurohemi që ka marrë një ngjyrë të bukur të kuqëram të sipër dhe është pjekur edhe nga ana e poshtme. Dhe të dashur miq, pogaça është pjekur, është gati, është fale nxehtë, por mund ta vreni që sa e butë që ka mbetur. Presim që të stufat dikon 5 deri në 7 minuta, sa të vonë që ta largojmë nga tepsia dhe ta shërbejmë për një mëngjes drekë ose darkë me familje.